VMRO DPMN ka mbajtur kongresin e 18 të partisë në të cilën kandidati vetëm për të rizgjedhur kryetar partie ka qenë kreu aktual dhe njëherit kryeministri Hristijan Mickovski. Në fjalimin e tij para 800 delegatëve, Mickovski qartësoi se identiteti kombëtar nuk është subjekti i bisedimeve, shtoi se Maqedonia duhet të ditë të thotë po kur kjo është në të mirë të saj, por edhe të thotë jo kur cënohen parimet dhe dinjiteti ose identiteti i saj. Identiteti kombëtar nuk është subjekti i bisedimeve. Respekti për identitetet tjerë është vlerë, por jo në kurriz dhe llogari të identitetit ton. Gjuha, historia dhe kultura janë shtylla fundamentale një shteti. Dinjiteti shtetëror nuk është retorik, por politik praktike. Një shtet i vogël mund të jetë një shtet i fortë nëse ka vetbesim, ndjesi për peshën e vet dhe një qëndrim të qartë për interesat e tij. Maqedonia. Duke folur për identitetin, tha se i njëjti është krijuar përmes një procesi të gjatë, të vështirë dhe historikisht të shtrenjtë. Tha se Maqedonia, vendi natyrshëm, e ka në familjen e madhe euroatlantike. Duhet të kuptojmë se na nevojitet një shoqëri e qëndrueshme dhe një politike jashtme e qartë. Maqedonia është një shtet i ndërtuar mbi vlerat europiane, lirinë, traditën demokratike dhe sundimin e ligjit, dhe prandaj vendi i saj natyrshëm lidhet me familjen euroatlantike. Por integrimi europian dhe euroatlantik nuk duhet të reduktohet në pranim pasiv ose varësi të pakushtëzuar. Kjo nuk është hera e parë që Mickovski dhe VMRO DPMN vendosin veto për identitetin, të njëjtën e kanë përsëritur disa herë edhe kur ishin në opozit. Ndërkaq, vlen të kujtohet se Maqedonia e Veriut tashmë është ndarë nga grupi me Shqipërinë në rrugën euroatlantike. Problemi me të cilin përballet Maqedonia aktualisht janë ndryshimet kushtetuese dhe futja e bullgarëve në kushtetutë.